Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Tirana Live, do të jemi së bashku për të parë zhvillimet kryesore të ditës së sotme, do të nisim me zhvillimet e minutës së fundit, pak çaste më parë ka përfunduar mbledhja që ka zhvilluar kryeministri Edi Rama së bashku me strukturat e Partisë Socialiste, lidhem drejt për drejt me Greta Bullarin për të marrë detajet. Greta, të përshëndes, ku ka qenë i fokusuar ky takim, kjo mbledhje e mbajtur sot, cilat janë detajet dhe informacionet që kemi? Rovena, të përshëndes, vetëm 40 minuta zgjati ky takim i kryeministrit Edi Rama me strukturat e Partisë Socialiste të Tiranës. Të pranishëm në këtë takim ishin ministra, drejtues politik, po aq edhe deputet të Tiranës, kandidatë të cilët në 11 maj nuk arritën të merrnin mandatin e deputetit, po aq edhe strukturat apo po themi shtabet elektorale të kryeqytetit, të cilët do të angazhohen edhe në fushatën e socialistëve për zgjedhjet e nëntorit. Duhet thënë fakt që ditën e sotme, Rovena, u ndan po themi njësitë për secilin nga deputetët dhe ministrat, të cilët do të punojnë në kryeqytet për zgjedhjet e parakohshme të Tiranës. Duhet tekstuar në fakt se një rol në organizimin, por dhe në koordinimin e punëve kanë marrë dhe deputetët të cilët po themi vinë apo kanë përfaqësuar qarqe të tjera, por që janë rezidentë në Tiranë, të cilët dhe ata do të angazhohen në njësi të ndryshme për të nisur kështu edhe takimet me strukturat. Një nga porosit në fakt që kryeministri Edi Rama ka dhënë gjatë ditës së sotme, kemi mësuar se ka qenë pikërisht mënyra se si do të organizohen strukturat duke porositur të tillë që të organizojnë takime të vogla me qytetarë dhe mbështetës, po themi edhe në përmbushje të angazhimeve, por dhe të objektivave të socialistëve. Duhet thënë fakt se një pjesë e drejtuesve politik të qarqeve, të cilët po themi kanë punuar apo kanë raportuar nga qarqe specifike, si për shembull sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosti, i cili është njëkohësisht e drejtues politik i Dibrës, tashmë do të stacionohet edhe ai për të punuar në Tiranë, në një prej njësive në kryeqytet, ndërkohë që edhe Eduard Shalci apo dhe të tjerë drejtues politik, të cilët duhet thënë do të angazhohen për sa i përket Tiranës. Më duhet të theksoj në fakt, Rovena, se një tjetër porosi e kryesocialistit Edi Rama ka qenë edhe puna që do duhet që strukturat të bëjnë në terren, pasi zoti Rama ka kërkuar dhe ka porositur që socialistët në 9 nëntor të kenë një rezultat akoma edhe më të thellë se sa zgjedhjet e kaluara që i përkasin, po themi, zgjedhjeve të 2023-shit. E qartë, faleminderit Greta Bullari për raportimin dhe detajet që ta dhënë. Sa ka qeveria ka gati ndryshimet ligjore kundër ndërtimeve pa leje dhe kontrollit të territorit. Kryeministri Edi Rama tha se zaptimi i hapësirave publike do të marrë fund, ndërsa do të ketë zero tolerancë për gjyqtarë të mirë paguar nga shqiptarët që japin vendime për të mbrojtur zaptuesit. Arkitektët do të mbajnë përgjegjësi për devimin nga projekti objekteve, ndërsa ndërtuesit që shkelin lejet e ndërtimit do të hynë në një listë të zezë për 5 vite. Policia do të ketë kompetenca të reja për ndërtimet, ndëshkime do të ketë dhe për zyrtarët shtetëror që shkelin ligjin. Asnjë prokuror apo gjyqtar që merr vendime në dëm të interesit të qytetarëve nuk do të tolerohet. Gjatë një konference me gazetarët, kryeministri Edi Rama tha se nuk tërhiqet nga kritikat për zyrtarët e drejtësisë, përsa kohë që këta të fundit japin vendime në favor të ndërtuesve që shkelin ligjin dhe kundër interesit publik. Kur të shkelim me këmbë këta, popullin, që në pikë cabau, dalin atje, pa pikë përgjegjësie, i paguan ky popull ata si frëngu pulën. Është që jo vetëm është interes publik, por është dhe personale. Në kuptimin e raportit me qytetarët dhe në kuptimin e dinjitetit të gjithë qeverisë. Ata të unionit janë ata që shkojnë në gjykatë kushtetuese dhe kërkojnë rritje pagash. Janë më të mirë paguarit në rajon. Por kjo nuk do të thotë që në të gjithë historinë e këtij vendi ata duhet vazhdojnë të jenë mbi presidentin e Republikës. Shefi i qeverisë prezantoi masat ligjore për ndërtimet pa leje. Kushdo që të kalon masën mbi 10% do t'i konfiskohet i gjithë ndërtimi për interes publik, ndërsa nuk lejohet devijimi nga projekti fillestar apo shitja e banesave pa marrë më parë certifikatën e pronësisë. Uji dhe dritat lidhen vetëm pas marrjes së
certifikatës përdorimit, sepse e keni parasysh që arsyeja pse njerëzit mbeten pa hipotek është se ndërtuesit nuk respektojnë të gjithë parametrat e lejeve të ndërtimit. Dhe kush devion nga projekti fillestar, qoftë ky arkitekt apo sipërmarrës, do të përfshihet në listën e zezë, e cila parashikon mosmarrjen e lejeve të ndërtimit për 5 vite, ndërsa masa ndoshkimore parashikohen edhe për punojësit e shtetit, të cilët shkelin ligjin duke ndërtuar pa leje. Lista e zezë do të përfshi zhvilluesit, do të përfshi shoqëritë, ortakët, pronarët përfitues, ku hyn edhe arkitekti, të cilit i hiqet licenca për 5 vjet dhe nuk mund të ushtrojë më profesionin. Në rast se konstatohet që punojësi i shtetit ka kryer punime pa leje, qoftë përkohshme, qoftë përhershme, more edhe një pergolat lart atje, do të ndalohet të punojnë në shtet për 7 vjet. Rama tha se së shpejti do të hyjë në fuqi dhe regjistrimi i hapësirës publike, ndërsa nuk do të ketë më gardhe ndaj pallateve, ndërsa akti i ri ligjor parashikon dhe leje për muret ndërtuese. Shefi i qeverisë përsëriti se aksioni për lirimin e hapësirave publike do të zgjasë përgjatë gjithë këtij mandati, ndërsa një koment e kishte edhe për paraardhësin e tij në zyrën e qeverisë. Ka qenë dikush këtu para meje që e quante Bathore mrekullinë e 8 botës. Sepse është i pari qytet thoshte që është ndërtuar i gjithë pa leje. Edhe e quante si, domethënë ishte gati një aplikim që mos thoni ju globi që ka 7 mrekullisë, janë 8. Jam në studio me avokat Edmond Petraj për të diskutuar për këtë paket ligjore. Përshëndetje zoti Petraj, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit dhe juve. Si e pat prezantimin e ditës së sotme, i nevojshëm, fillimisht nisi si një aksion për lirimin e hapësirave publike, më pas edhe u paralajmërua se do të kishte një masë me ndryshime ligjore të nevojshme sipas jush? Shka, mendoj që ka ardhur kohë që të kemi një situacion për pjesën e zbatimit të ligjit, sidomos në marrëdhëniet me ndërtimet pa leje, zaptimin e tokës, shumë rastet të tjera të cilat të cënojnë pjesën si të interesit të publikut, me fjalë, ashtu dhe të pjesës që bëhen pengesë edhe për zhvillimin e zonës së Tiranës, e cila ka problematikat e veta, por gjithsesi, shikoj, duhet kemi një dallim. Pjesa e ndërtimeve pa leje, të cilët po thot zoti Rama, duhet ndarë në 2 pjesë. Ndërtimi pa leje nuk mund të penalizohet një person i cili ndërton një dhomë për të mbajtur fëmijët, për të bërë një shtesë, dhe i cili e ka pjesë të familjes edhe të nivelit e jetesës së tij për të jetuar sa më mirë në një zonë të caktuar të Shqipërisë, por në ndryshim nga kjo është pjesa e një ndërtuesi i cili bën ndërtime pa leje, 2, 3, 4 dhe është në një interes tjetër për fitimin e shumave të mëdha. Kështu që këto gjëra duhet ndarë dhe te ligji, te kodi i ri penal, kam përshtypjen që duhet ndarë kjo pjesë, sepse nëse do kemi një ashpërsim të ndërtimit pa leje dhe klasifikohet edhe një qytetar i thjeshtë i cili bën një shtesë, bën një diçka të kontraligjshme për sa i përket një që e klasifikojnë si ndërtim pa leje, do t'jetë më drastike, sepse ky do të lejë fëmijët rrugëve, marrëdhënie sociale, etj. Prandaj them që duhet menaxhuar e gjitha, thoni ju. Kjo duhet menaxhuar dhe duhet parë në rastin kur kemi një ndërtues i cili fiton miliona, dhe kemi një qytetar të thjeshtë i cili e bën për nevoja personale. Që prapë është abuzim. Shikom, duhet në çdo vend të botës që ka tolerancë. Këtu, me fjalë mënyrën se si thon, në mënyrën se si e përdorin pjesën e ligjit, nuk është tolerancë. Kjo nuk është tolerancë. Kjo është një ashpërsim i situatës dhe duke i treguar dhëmbët qytetarit për çfarë? Për disa gjëra të cilat me të vërtetë shteti duhet vënë në lëvizje.
Unë e shikoj në këtë pikë, të tjerët mund të shikojnë ndryshe, por unë e shikoj në këtë pikë. E konstatoni ju avokat në punën tuaj të përditshme se pronat janë një nga pikat më të dobta edhe më problematike për qytetarët shqiptarë dhe ndoshta tani më duhet vënë dorë qoftë edhe me masa ligjore për to? Shiko, kam përshtypjen që duhet ndërhyrë te pjesa e VKM 408, janë bërë dhe rregullimet e kohës, duhen neni 6, që i thonë ata që kanë deklaratën e punimeve paraprake, duhet të marrim më shumë zëra punimesh brenda kuadrit që është pjesa e deklaratës paraprake. Nuk mund të themi për pjesët konstruktive, nuk mund të themi për në një solet, por për punimet e brendshme, apo për një mur rrethus, një rregullimin e çatisë e tjera, edhe pse janë, prap shikohet që duhet patjetër të tregojmë shumë të ashpër, shumë kontrollues për sa i përket këtyre marrëdhënieve. Në Itali, për shembull, mund ta them hapur, që në Itali për punimet e brendshme të shtëpisë, kur nuk dëmton konstruksionin e brendshëm, atje nuk të thot askush, vetëm mjafton gjithonët dhe vë një letër me orarin e caktuar, nuk shkon as në komunë, as kund. Dhe në qoftë se ne nuk i marrim këto element social përsa i përket pjesës e komunitetit që duhet ndihmuar në raste të tilla, ne do jemi gjithmonë të ashpër. Po, ne të duhet dim që në Itali ti nuk e prek dot fasadën edhe ta byesh me ngjyrën që të pëlqen ty siç ndodhet në dom. Edhe këtu e njëjta gjë është. Nuk kam parë raste që ai ka ndryshuar fasadën e tjera. Nuk i kam parë këto. Problemi është hapja një dritare, patjetër që kërkon leje, në çdo vend të botës. Mënyra nëse ndryshon ngjyrën e fasadës apo të ndërhyshte çatia në Itali funksionon krejt ndryshe. Çatin për shembull e kanë gjithë banorët e pallatit. Po. Nuk janë disa elemente të cilat ndahen dhe kanë një administratori është i plotfuqishëm me një. Po pra, do me thënë, ditën e sotme të paktën përmes prezantimit të kësaj pakete me masa ligjore, kjo duket. Arkitektët do të mbajnë përgjegjësi, ndërtuesit që shkelin edhe bëjnë ndërtime pa leje, do të futen në një listë të zezë për 5 vite. Pra duket si një lloj identifikimi i problemit edhe vënie në punë të sistemit. Kjo është kryesisht për marrëdhëniet me biznesin, ndërtuesit. Nuk besoj se kam përshtypjen që do kemi një klauzulë të veçantë për sa i përket pjesës së qytetarëve, të cilët mund t'i quash për ndërtim pa leje. Sepse këtu kemi edhe probleme për të cili është ndërtimi pa leje. Në qoftë se do të ecim me disa raste bajate dhe të pa përgjegjshme të cilat janë bërë, si në rastet që vendostet 4 shkopinj me fjalë kolona druri dhe nuk gërmonte apo vinte një stre llamarine e tjera dhe të quhet ai ndërtim pa leje, tu kemi një shpërdorim detyre të pastër për sot nuk u fol për këtë. Pra, kryesisht u fol për kratë pa leje edhe për ndërtues. Janë dënuar njerëz për këto vepra penale, për këtë rast i them unë. E mbani mend rastin e Nartës, një plak 80 vjeç. Mbani mend atëherë kur që për një plak e cila hapet procedimi penal sepse nuk gjetën plumçin e sahatit. Pra duhet të jetë disi më sociale thonë. Kam përshtypjen që do të ketë paragrafe të veçanta për gjendjen në cilën jemi. Në momentin që shteti funksionon, administratën e kemi shumë dobët. Administrata jonë lë shumë për të dëshiruar. Në qoftë se ka një administratë të papërgjegjshme sot që si përgjigjet qytetarit është administrata shqiptare. Nuk po themi e gjitha, po ka një ignoranci të papar në respektim të ligjit. Nuk njohin ligjin, nuk e respektojnë ligjin, rinë tërë ditën duke kreur e duke bërë thonjë në institucion dhe nuk i përgjigjen qytetarëve. Në qoftë se zotëria i cili ka marrë mandatin nuk e rishikon administratën që e ka mbushur me persona që kanë mbaruar gjuhë letërsi, punojnë në hipotek. Persona që kanë mbaruar histori gjeografi punojnë në institucione juridike. Ka disa elemente të cilët duhen parë në këndvështrimin që duhet të rregullohen, këta duhet të vetë rregullohen, njëherë pastaj ne. Si? A është kjo e sotmja një përpjekje? Kjo nuk është përpjekje, ai foli vetëm për zbatimin e ligjit. Do ashpërsojmë ligjin. U do të çojë ashpërsimi i ligjit. Më të ashpër se kaq ka, në Shqipëri 700.000 veta kanë ngelur. Sot në Shqipëri 700.000 veta, 800.000 veta. Dhe kjo situatë është pak konfuze, por për mendimin tim në paragrafet e veçanta duhet
ndarë pjesa që një ndërtues i cili bën ndërtime pa leje, dhe jo ky zotëria që shikoni tani, po prishet ajo ndërtesa, ndoshta që është edhe pa leje. Por ajo ndërtesë, ajo duhet parë në aspektin që a e dëmton pjesën e komunitetit të zhvillimit të zonës, apo duhet marrë si pikë referimi dhe duhet bërë shembull për ata të cilët shikojnë vërdall, duhet parë edhe elementi social. Për mendimin tim duhet rishikuar i gjithë kuadri ligjor për sa i përket masës për ndërtimet pa leje. Ju thash, një ndërtuesit të cilët e kanë për objekt fitimi dhe një hallexhi familjar i cili, në qoftë se do të kemi të njëjtin paragraf, 7 vjet për këtë dhe 7 vjet për atë qytetarin, atëherë çfarë i bie? Do futet në burg, do lëj fëmijët rrugëve, krijohet një krizë sociale, ndërkohë që ai ndërtuesi ka tjetër situatë. E qartë. Pra janë disa elementë që duhen parë në këtë. Një listë e zezë për 5 vite për ndërtuesit që ndërtojnë pa leje. Mjaftueshme si masë për ju? Çfarë do i bëj atyre? Ata hapin një kompani tjetër, ndërtimi dhe vazhdojnë. Çfarë do i bëj? S'ka, këto janë masa të cilat nuk e përshtasin dot situatën, sepse ja u shpjegova. Në qoftë se ai mbyll këtë firmë dhe hap një firmë tjetër me administrator tjetër dhe me investitor tjetër, atëherë çfarë do i bëj ai? Do e lej 5 vjet. Okej, pas 5 vjetësh e rihap prapë. Janë disa elementë, nëse këto nuk penalizohen në formën me fjalën ndëshkimit administrativ, atëherë rregullohet situata, por në këtë pikë nuk është kjo mënyra për të cilën nuk është kjo zgjidhja të cilën ai mendon. Kështu që ato licenca që mendon për një arkitekt e tjerë, do punojnë zezë. Çfarë do i bësh? S'do punoj për një ndërtues, do punoj për vete. Çfarë do i bësh? Nuk do shkoj më të bëj, nuk do të jetë një arkitekti apo konstruktor i një firme ndërtimi, nuk do marri pjesë në atë, nuk do e lejoj licencën për atë ndërtim, çfarë do fitoj? Flasim në rastin që do i penalizoj. Me fjalë mënyra dhe forma, ka sa do duash ta fshehesh edhe të mos merresh me këtë situatë pranë. Duhet marrë me një paketë të mirëfillt. Për mendimin tim, jo, duhet patur shumë kujdes në mënyrën se si implementohet. Problemi është shumë i thjeshtë. Atë një personi vërtet mund të heqë licencën, por nuk i heq dot kapacitetin, mençurinë. Ai do punoj, do shkoj diku. E njëjta vlerë do jetë, nuk është se do marrë më pak, por që apo do punoj në një studio projektimi. Kështu që studio të projektimit, nëse është SHPK, ka administrator, ka forma të tjera. Shikoj, ligji parashkon gjithçka. Problemi është që zotëria në fjalë, i cili thot edhe atë humorin që më pëlqeu ajo që tha që është mrekullia e tetë e botës. Babruja. Por që jo babruja, bathoria. Bathoria, ndjes. Dhe më pëlqeu ajo formë, mënyrën se si e tha me humor, por që është shumë e dhimbshme. Po. Është shumë e dhimbshme sepse duhet të shikoj një paket për 7501 që këto toka, të cilat ishin astir në komunën e Dajtit apo në Fark, të cilat u kthyen në zona ndërtimit. Janë bërë pikërisht në kohën kur Rama i bllokoi lejet e ndërtimit në Tiranë dhe komunat që ishin Kashari, Farka apo Dajti filluan ndërtimet, gjë që nuk ishin brenda vijës së verdhë të Tiranës. Dhe ato filluan lulëzuan me ndërtime të cilat i kemi parë sot. Dhe janë me të vërtet kriza të vërteta sociale në atë zonë. Nuk ka infrastrukturë, nuk është, për shumë njerëzit kanë problematika, nuk ka një shkollë, po të shikoni për shumë Astiri, tani kohët e fundit janë bërë kopshet edhe qerdet, se nuk kishte fare. Pra nuk u bën me një plan të detajuar, por u bën, është pjesa e politikës ajo për të cilën bëri me kokëfortësinë e vetë zhvillimin e këtyre zonave. Pjesa tjetër që është shumë thelbësore është pjesa e 7501. Personat të cilët kanë marrë tokën me 7501 dhe kanë marrë që kanë pasur tokë në përdorim. A nuk ka qenë kur pronësi, por me ato mënyra dhe cirqet që bënin pushtetet e ndryshme të kohës, ata u lejuan që mbi atë tokë 7501
të ndërtohej, ndërkohë që ajo ishte tokë në përdorim dhe u dha në tokë si në kushtet e emergjencës. Këta persona tani të cilët këtë tokë e kaluan për trua dhe u ndërtua, duhet kalojnë në një sit dhe të gjetur një hap ligjor që të gjithë të mbajnë përgjegjësi dhe të paguajnë detyrimet për sa i përket. Asaj që ne kemi sot, unë kuptoj. Shiko, duhet të dishni diçka. Unë njoh një karrocier që ka punuar te ndërmarrja bujqësore Gjergj Dimitrov, ka punuar karrocier. Sot vetëm kolateral ka 3,5 milionë euro. Ky zotëria. Po. E kuptoni? E kuptova. Çfarë duhet bërë me këtë njeri tani? Këto janë histori. Me fjalë, këtu më gjeni një intelektual që zuri tokën e tjetrit. Më gjeni një intelektual. Ai që njifte ligjin, ai që respektoi ligjin, ishte më i rregullt dhe nuk shkeli ligjin, ndërkohë që këta që guxuan që shkelën ligjin, e legalizuan ligjin dhe e bën në këtë formë të cilët jemi sot, që është krijuar një konflikt i jashtëzakonshëm për sa i përket pjesës së tokës. Kështu që Rovena, faleminderit. Faleminderit shumë që ishit me mua në këtë ditë shumë veçantë për ju. Ju uroj dhe 100 vitet e tjera. Faleminderit. Faleminderit, 100 janë shumë, po. Faleminderit. Ne do të ndalim tani me një zhvillim minutës fundit, pak çaste më parë janë caktuar edhe drejtuesit e njësive se i takon ndarjes për fushatën për zgjedhjet e parakohshme në Tiranë, lidhem drejt për drejt me Greta Bullarin. Greta, të përshëndes dhe një herë, cilat kanë qenë vendimet që janë marrë ditën e sotme për këtë ndarje? Rovena, të përshëndesi gjithë fokusi në fakt i takimit të 40 minutësh të kryeministrit Edi Rama me strukturat e Partisë Socialiste të Tiranës ka qenë pikërisht ndarja e zonave elektorale, por dhe punës në këto zona. Në fakt, përsa i përket ndarjes, theksoj se do të ruhet thuajse e njëjta ndarje me atë të cilës ishte që socialistët punuan për gjatë 11 majit, megjithatë deputetëve aktual do të shtohen edhe të tjerë të cilët janë kanë dalë deputet nga zona të tjera jashtë Tiranës, por që janë rezident në kryeqytet. Konkretisht në njësinë numër 1 do të punoj Lindita Nikolla, Dea Pjordeni dhe Ervin Hoxha. Në njësinë numër 2 në kryeqytet do të punoj Olta Gjaçka, Arben Pëllumbi dhe Blendi Klosi. Klotilda Bushka, Ermonela Felaj dhe Delina Ibrahimaj do të punoj në njësinë numër 3. Në njësia numër 4, puna do të ndahet mes Blerina Gjulametit dhe Eduard Shalcit. Në njësinë numër 5 do të vazhdoj të punoj Arion Braçe, Niko Peleshi dhe Tauland Balla. Në njësinë numër 6 i është besuar Blendi Gonxhes dhe Ceno Klosit. Në njësinë numër 7 do të punoj Etilda Gjonaj, Iris Luarasi dhe Ulsi Manja. Në njësinë numër 8 në kryeqytet do të punoj Igli Hasani, Milva Ekonomi dhe Bora Muzhaqi. Në njësinë numër 9 do të ndahet mes Mimi Kodhelit dhe Besfort Lamallarit. Njësia numër 10 në kryeqytet do të punoj Fatmir Gjafaj dhe Ermal Elezi. Sa i përket njësisë numër 11 do të angazhohen Albana Koqiu, Erion Malaj dhe Rakip Suli, ndërsa sa i përket njësisë numër 13 është Anila Denaj dhe Sofjan Jaupi. Sa i përket zonave, po themi rurale, sikundërse është edhe zona e Farkës apo edhe zonat të Ndroqit apo edhe të Pezës, do të punojnë edhe Xhemal Qefalia, Ornaldo Rakipi, por edhe Toni Gogu. Kjo është një ndarje në fakt të, po themi, të eksponentëve apo të deputetëve dhe ish deputetëve të Partisë Socialiste, të cilët do të ndahen në terren për të përmbushur objektivin dhe porosinë e kryeministrit Rama, i cili ka kërkuar edhe në këtë mbledhje një rezultat më të lartë se sa i zgjedhjeve të kaluar, duke kërkuar në fakt që socialistët të vijojnë të drejtojnë Bashkinë e Tiranës nën drejtimin e Ogerta Manastirliut. Duhet thënë që kjo është ndarja e punës sa i përket deputetëve, ndërsa e gjithë fushata do të drejtohet nga zëvendës kryeministrja Belinda Balluku. Faleminderit Greta Bullari për raportimin. Jemi sërish së bashku, do të ndalemi tani me të tjera zhvillime. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur përgatitjet për zgjedhjet e pjesshme të 9 nëntorit. Kryekomisioneri Celi Bashi thotë se ky institucion zbaton dekretin presidencial dhe nuk është pjesë e debateve për shpalljen e datës së zgjedhjeve. Zgjedhjet për kryetar në 6 bashki të vendit do të kushtojnë më shumë se 300 milion lekë.
Arbitri nuk e ndërpret ndeshjen. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirian Celibashi, vendos të zbatojë dekretin e presidentit Begaj. Ai nuk merret me se çfarë bën pas Rama apo Veliaj. KQZ nuk mund të vërë në diskutim çfarë është zhvilluar nga çdo pikpamje, po natyrisht ligjore dhe kushtetuese, deri në daljen e dekretit. Detyra e institucionit KQZ-s është që të përgatisi procesin zgjedhor për të 6 bashkitë dhe nuk e ka fare të lejuar të vërë në diskutim dhe të debatojë nga çdo pikpamje vendimarrjet e qoftë institucionit të presidentit të Republikës apo dhe të Këshillit Ministra apo të ndonjë institucioni tjetër. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka zbatuar njëherë një dekret, atë të anulimit të zgjedhjeve nga presidenti Meta në vitin 2019, por Celibashi sqaroi se Meta dhe Begaj nuk janë njësoj në dekrete. Rasti sot të themi është pak ndryshe me atë të zgjedhjeve të cilët ju i solët në referim, sepse atëherë diskutoj për 2 dekrete. Kishte dalë një dekret, doli një dekret i dytë i cili shtinte datën e zgjedhjeve dhe aty ishte diskutimi nëse nuk gaboj në lidhje me se çfarë do duhet të bënte KQZ-ja dhe ajo çfarë bëri ishte ajo që duhet bënte apo jo. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është në detyrimin kushtetues dhe ligjor për të organizuar zgjedhjet në të 6 bashkitë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur të organizojë zgjedhjet, duke nisur nga pika e saj më e lehtë, Kosoja. Një vlerë të rreth 306 milion lek prafërsisht, por nesër dhe ndoshta deri pas nesër kemi të finalizuar. Kësaj radhe nuk ka diaspor, por rrezikohet të mos ketë as votim elektronik, sepse s'ka kohë. Kështu që me shumë mundësi nuk do të aplikojmë, po jemi akoma në një proces diskutimi së brendshmi të paktën, do të diskutojmë edhe me partitë politike, po maksimalisht mund të jetë përsëri zona 1 januar 10 në Tiranë. Suksesi vetëm i tij kësaj radhe varet vetëm nga doktori. Natyrisht nëse punësi këtyre zgjedhjeve do ta pranoj rezultatin e zgjedhjeve është maksimumi. Megjithëse shprehur kundër zgjedhjeve në Tiranë, Sali Berisha thotë se Partia Demokratike nuk do të bojkotojë zgjedhjet e 9 nëntorit. Opozita ende nuk ka rënë dakord për një kandidat për kreun e Bashkisë së Tiranës, ndërsa konsultimet me aleatët ende shtyhen. Farsat justifikohen, dekretet zbatohen. Tani nuk bojkoton Partia Demokratike. Begaj firmon si dekretin, por doktori e pranon se këto gjëra i bën vetëm një ish demokrat. Fajin e ka Ilir Rusmajli, thot. Çfarë mund të thosh këtyre? Turpi i historisë. Berisha ishte përgatitur sot për takime me strukturat, por i evitoi edhe për pak ditë. Kanë nisur t'i pëlqejnë kandidatët jashtë selis, por duhet qetësoj edhe demokratët brenda partisë. Këto janë emra shumë të mirë. Janë personalitete me vlera qytetare dhe morale gjatë këtyre kohëve. Është bërë me modelin, jo me emrat. Me aleatët tanë, ne kemi diskutuar për modelin që do ndjekim. Do me thamë, do tjetë ky një kandidaturë politike e Partisë Demokratike, apo nuk do jetë. Do me thamë, ujdia me madhe. Por ne, kandidatura kemi të pakrahasueshme me korbën e Covidit. Dekreti ka mbaruar, por farsa s'ka filluar. Në fakt, se sa seriozisht e ka doktori me farsën, e tregon Gazmend Bardhi. Kur hyri në parlament, paralajmëroi se komisioni i parë i posaçëm parlamentar do të ishte hetimi i farsës së 11 majit. Me sa duket farsa është haruar, sepse komisioni i parë që Gazmend Bardhi kërkon parlament është për fondet e bujqësisë i partë. Por problemi Berishës nuk janë as i partë e as farsa, por non grata. Ai i bëri thirrje presidentit Trump të marrë seriozisht shakan e Ramës me Macron dhe Aliyev. Edi Rama
shfrytëzoj samitin e bashkimit politik të Europës për të përqeshur, për të tallë me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në një akt të verbër, kukull e George Sorosit. Dhe doktori tani sugjeron që Rama të mbajë Europën, kurse vetë të mbajë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, Europa paq nuk duhet të pyesë Shtetet e Bashkuara luftë, apo Europa kultura e paqes, kurse ato urët e zjarrit del se kanë ardhur përtej Atlantikut. Sepse doktori deri në Strasburg edhe shkon. Në anën tjetër të oqeanit janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por oqeani është oqean, s'do vetëm mosh, por do edhe vizë. Kryebashkiaku i VAU Today-s Kristian Shkreli merret i pandehur nga SPAK. Prokuria e posaçme i komunikoi akuzën e korrupsionit në zgjedhje, zgjedhuri vendor i Partisë Socialiste sipas SPAK. Dyshohet se në zgjedhjet e 11 majit ka bler vota në favor të Partisë Social-Demokrate në qarkun e Shkodrës. Në maj, SPAK i sekuestroi celularin kryebashkiakut në hetim, ku gjeti prova të korrupsionit në zgjedhje. Prokuroria e posaçme ka marrë të pandehur kryebashkiakun e Partisë Socialiste në VAU-n e DS, Kristian Shkreli. Këtij të fundit i është komunikuar të premten zyrtarisht akuza për korrupsion në zgjedhje, pas dyshimeve se në zgjedhjet parlamentare të 11 majit ka bler vota në favor të Partisë Social-Demokrate. Pavarësisht se ishte në radhët e Partisë Socialiste, Shkreli sipas dyshimeve të SPAK ka kryer veprën penale të korrupsionit dhe është angazhuar duke siguruar vota në këmbim të parave për Tom Doshi në VAU-n e DS. Vetë Shkreli u paraqit në SPAK të premten pas fletëthirrjes nga prokuroria e posaçme ku bashkë me të për korrupsion në zgjedhje, dyshohen edhe 3 persona të tjerë. Në muajin maj, Shkrelit ju sekuestrua celulari me vendim të gjykatës së posaçme, ndërsa ju ushtrua edhe një kontroll. Në kuadër të hetimeve për korrupsion zgjedhor, SPAK ka sekuestruar edhe celularin e disa eksponentëve të tjerë të Partisë Social-Demokrate, që dyshohet se janë përfshirë në veprimtarinë kriminale të shitblerjes së votave në qarkun e Shkodrës. Kryebashkiaku socialist ishte në shënjestër edhe të kritikave të kryeministrit Edi Rama pak para zgjedhjeve, ku ky i fundit ju drejtua me fjalët: "Kristian, mos luaj me 2 porta." Arrestohet autori vrasjes së 40-vjeçarit Hajdar Ismail Geci mbrëm në Babru. Arlind Durmishi pas krimit është arratisur në drejtim të Durrësit, ku vu në pranga nga policia. Viktima u gjeti vrarë në rrugë pasi ishte goditur me thik nga 38 vjeçari. Nga hetimet e para dyshohet se konflikti ka ndodhur për motive të dobta. Personi që shihni në ekran është Arlind Demushi, 38 vjeç, i dyshuar si autori i vrasjes së 40 vjeçarit Hajdar Ismail Geci, i cili u gjeti vrarë me thik mbrëmjen e së enjtes pranë shkollës Azem Hajdari në Babru. Këto janë pamjet vetëm pak sekonda pasi ka kryer krimin dhe është larguar teksa duket që flet në telefon dhe rrobat i ka me njolla gjaku nga përleshja me viktimën. Autori Arlind Demushi, 38 vjeç, u lokalizua në Durrës. Forcat e policisë në bashkëpunim me ato operacionale ndërhyjnë në banesën ku ndodhej autori. Në momentin e arrestimit, 38 vjeçarit u gjet një çantë me veshje që ka pasur gjatë kryerjes së krimit. Mësohet se autori ka qenë i dehur, kur ka ndodhur ngjarja dhe marrja e dëshmisë ka qenë e vështirë. Ai ka qenë së bashku me Ismail Gecin duke pirë në një lokal, por ata kanë dalë jashtë dhe më pas janë konfliktuar për motive banale. Në këtë moment autori i dehur e ka qelluar me thik duke i lënë të vdekur dhe ka ikur. Identiteti i tij u zbulua pas kthyrjes së kamerave të sigurisë dhe u kap pas disa orësh. Ndaj tij tashmë rëndojnë vepra penale, vrasje me dashje dhe prodhim apo shitje pa leje e armëve të ftohta. Viktima dhe autori kanë qenë miq pasi edhe më herët janë parë në shoqërinë e njëri tjetrit, duke drekuar apo darkuar së bashku dhe shpeshherë konsumonin dhe alkool. Ishte gjithçka e përgatitur për Tirana Live për ditën e sotme. Të tjera zhvillimet përditësuara minut pas minute nga vendi, rajoni dhe bota ju mund t'i ndiqni edhe në faqen tonë abcnews.al, njërësh dhe në valët e radios 105 FM. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.